Për të dytën ditë radhasi në Tiranë nuk ka mbërritur asnjë vot nga diaspora. Afro 80.000 votues, të cilët e kanë marrë fletën e votimit, ende nuk e kanë kthyer mbrapsht, ndërsa 21.000 zarfe, ku më shumë se gjysma i përket Greqisë, nuk janë shpërndar. Pikërisht në shtetin fqinj, shifrat mbeten ende modeste, vetëm 23.000 nga 68.000 të regjistruar, por numërimi mbrapsht ka filluar. Pasditja e së martës është afati i fundit për të tërhequr dhe dorëzuar fletët e votimit për ato shqiptar që jetojnë në ishuj, ndërsa 9 maj për qytetet e tjera. Numrin e ullët të 48 orëve të fundit, kryekomisioneri Ilirian Celibashi e justifikon me oraret e reduktuara të postës gjatë fundjavës, ndërsa problematikat e hasura në Greqi me të dhënat e pasakta të adresave apo numrave të telefonit. 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra, shërbimi i DL-s ka 11.000 votues, nuk kam mundur t'i gjej, nuk kam mundur t'i kontaktoj. Ata do duhet të bëjnë të gjitha njoftime, nëse nuk i kanë bërë, t'i bëjnë të treja tentativat, dhe ndërkohë dhe më pas do duhet të presin nëse vetë zgjedhësi do t'i kontaktoj. Celibashi thotë se nuk duhet të paragjykohet procesi për fshirje dhe shifrat e deri tanishme në Greqi, pasi ka ende kohë. Kryekomisioneri nuk heziton të japë dhe një parashikim mbi numrin total të votave që mund të vinë nga diaspora. Keni durim të presim deri në datën 11 maj në orën 19:00. Mund të jetë kjo situatë, mund të jetë ndryshe situata. Ne nuk mundet që të paragjykojmë procesin për ditët që kanë ngelur. Personalisht e kishim mendim imi personal, besoj që do të jetë mbi 200.000 numri i atyre të cilët do ta kthejnë fletën e votimit mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, Partia Demokratike i ka bërë thirrje qeverisë të shtyjë afatin edhe për 466.000 shtetas në Shqipëri që u kanë skaduar pasaportat apo kartat e identitetit. I kërkojmë qeverisë që pavonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë.